Presioni i pushtetit ndaj prokurorisë për krimin e organizuar në Serbi ka arritur kulmin, ndërsa qeveria po përgatit ndryshime ligjore që do t'i heqin kësaj prokurorie pavarësinë, duke futur atë në varësinë e prokurorisë së lartë në Beograd. Sipas burimeve të medias Radar, një nga arsyet kryesore të këtij sulmi është pako e re e komunikimeve të SKCC e ardhur përmes Europol, e cila dyshohet se përmban të dhëna për korrupsion të nivelit të lartë, ku përmenden presidenti serb Aleksandar Vučić dhe vllai i tij Andrej Vučić. Këto komunikime ndodhen në Ministrinë e Brendshme, por sipas burimeve nuk janë ndërzuar ende në prokurorim për krimin e organizuar. Ndërkohë, TOK ka hapur disa hetime të reja sensitive për fshirë korrupsionin gjatë rindërtimit të strehzës së autobusëve në Novi Sad, ku humbën jetën 16 personash, përdorimet në ndërtimin e Aukurudhës drejt kufirit dhe falsifikimet në rastin e dokumenteve të shtabit të përgjithshëm, veçanërisht të rrezikshme për pushtetin, janë dy akte akuzat e reja ndaj bolsit të drogës Darko Šarić, i cili dyshohet se ka vazhduar të drejtojë kartelin e tij edhe nga burgu, duke komunikuar përmes Sky me bashkëpunëtor brenda institucioneve serbe. Në këto komunikime përmenden edhe dy vëllezërit Vučić. Komunikimet e publikuara më herët tregojnë se njerëz të afërt me Šarić kanë diskutuar për ndikim politik dhe gjyqësor, madje janë përmendur ish-ministri i Brendshëm Nebojša Stefanović, zyrtar të BIA-s, presidentin e gjykatës së apelit në Beograd dhe përfshirja në lëvizjen e gjyqtarëve që trajtonin çështjet e Šarić. Gjykatësit Milimir Lukić dhe Dejan Terzic kanë deklaruar se sistemi gjyqësor po përballet me presione të rënda politike dhe se shumë nga komunikimet Sky nuk janë hetuar kurrë seriozisht. Sipas tyre, informacionet e Sky duhet të ishin bazë për hetime të thelluara mbi ndikimin politik në vendimet gjyqësore. Rasti i Šarić është bërë simboli lidhjes së kartelit me qarqe të pushtetit. Pasi u dorëzua në vitin 2014, ai mori disa vendime të favorshme gjyqësore, përfshirë edhe lirimin në arrest shtëpiak në një vilë në Dedinje. Vetëm pas mbërritjes së paketës së re të komunikimeve Sky në vitin 2022, TOK kërkoi arrestimin e tij. Publikime të tjera, si ato të Krik dhe media me Malazeza, tregojnë se bashkëpunëtorët të Šarić kanë ruajtur lidhje të ngushta me biznesmen të fuqishëm dhe figura të larta të SNS-s, përfshirë Andrej Vučić dhe ish-kryetarin e Novi Sadit Miloš Vučević. Radar thotë se mbetet e paqartë nëse prokuroria për krimin e organizuar do të arrit hapjetime për këto komunikime ku përmenden vëllezërit Vučić, apo nëse do të neutralizohet nga pushteti përpara se të veprojë duke u shndërruar në një departament të zakonshëm brenda prokurorisë së lartë në Beograd.